dashur vetja ime, më kujtohet kur u zgjove një ditë dhe nuk e njihje më veten tënde para pasqyrës. Çdo akne të dukej si një dështim, ishe plot me imperfeksione. Akne të kthye në një makth, sidomos kur të desh të hapje biznesin tënd dhe njerëzit shpesh të shikonin dhe me përçmim dhe të thoshnin, po ti nuk e rregulluar fytyrën tënde, dhe rregullosh fytyrën time? Ishe vetëm 21 vjeç. Më dhemb kur të kujtoj se ke provuar çdo gjë, që nga lëngu i limonit mbi akne dhe deri te medikamentet më të forta. Çdo këshill që të jepnin të bënte të ndiheshe akoma dhe më e humbur. Por jam shumë krenare që nuk ndalove asnjëherë të gjetur zgjidhje. Ky episod nuk do jetë për të folur mbi produkte, por do jetë për të ndarë eksperiencë, për të edukuar, për të kuptuar se kur është momenti i duhur që të ndalosh se eksperimentuari dhe të drejtohesh te mjeku. Kam kënaqësinë që në këtë episod të kem të ftuar një dermatologen time dhe të familjes time që i besoj kujdesin e lëkurës kur vjen puna tek shëndeti. Përveç kësaj, doktoresha ka qenë një mentore shumë e mirë e imja dhe më ka hapur derën atëherë kur unë nuk isha ku të drejtohesha për pak eksperiencë më shumë. Pa më njohur fare, pranoi që unë të qëndroja me të dhe t'i bëhesha hije, le të themi, kur ajo trajtonte pacientët e vet. Me shumë kënaqësi ju prezantoj doktoresh Dorina Hajron. Mirë se erdhe. Jam shumë e lumtur që të kam këtu sot. E vlerësoj shumë dhe po thoya jashtë kamerave që deri tani je vetëm e ftuar që kam pas emocione dhe shpresoj që ky episod të na shkojë shumë mirë. Do shkojë shumë mirë. Unë dua të tregoj që në episodin më përpara kemi folur se kur rutina e kujdesit të lëkurës nuk mjafton më dhe cili është momenti i duhur që ne të drejtohemi te mjeku. Sepse shpesh klientët, pacientët, klientët e Cocoshopit, po, ata që blejnë produkte dermokozmetike dhe pacientët zakonisht shkojnë te mjeku në momenti që kanë provuar çdo gjë tjetër dhe nuk ka funksionuar. Cila është ajo pikë kyçe në rutinën e vetë të përditshme që ata të kuptojnë se tani ka ardhur koha të drejtohen mjekut. Ideale është në fakt që ata të paraqiten te mjeku ende pa filluar probleme të caktuara ose në momentet kur fillojnë të hyjnë në adoleshencë që janë ende të vegjël. Tani adoleshenca nis edhe shumë herët 9-10 vjeç dhe fillojnë ato problemet me yndyrën e tepërt në lëkurë, me ndonjë akne të vogël tek tuk. Ky është momenti ideal për të ardhur sepse është edhe moment shumë i rëndësishëm për të edukuar për kujdesin ndaj lëkurës. Dhe edhe problemet nëse kanë nisur janë ende shumë të vogla dhe mund të menaxhohen shumë lehtë dhe me shumë pak gjëra dhe me shumë pak shpenzime. Nëse ata vinë kur problemet kanë filluar, sigurisht merr edhe një çik kohë më të gjatë trajtimi, edhe shpenzime kanë më shumë se duhet konsiderojmë dhe faktin që kur janë mosha të vogla kuptohet që janë nuk është janë të pavarur ekonomikisht, buxheti sigurisht është i limituar dhe pasoja ngelen më shumë. Pra, sa më shumë të zgjasë një problematikë lëkurës, qoftë mjetari, irritim, djegje, akne, apo ekzema të ndryshme, aq më shumë pasoja loj që mund të jenë hiper apo hipopigmentime, cicatrice të ndryshme që ndikojnë pastaj shumë edhe në psikologjinë e fëmijës apo të adultit, edhe në cilësinë e jetës që ata kanë. Le të përqendrohemi pak më tepër te aknet. Cilat janë disa shenja që ne na tregojnë që problematika e lëkurës vjen në fakt nga brenda dhe nuk është diçka që trajtohet vetëm me një krem së jashtme. Nëse ndalemi vetëm te aknet, lëkura është organi më i madh i trupit të njeriu dhe është një organ që flet, të jep shenja që është duke vuajtur që ka një problem. Dhe shpesh herë ky problemi nuk është vetëm sipërfaqësor. Në rastin e aknes, kur janë vajza, për shembull, mund të lidhet shpesh edhe me probleme ginekologjike të ndryshme, me sindromën e ovarit polikistik, çrregullime të ndryshme hormonale. Dietat ndikojnë shumë, stili i jetesës, stresi ndikon. Pra të gjitha këto është gjë që është proinflamatore në organizëm të çon që ti të kesh një prishje të ekuilibrit. Po cilat janë disa shenja që ne e kuptojmë në lëkurë që ky problem është hormonal, për shembull? Zakonisht është për shembull në rastin e aknes është lokalizimi i aknes, edhe pse akne mund të jetë lokalizuar në të gjithë fytyrën, në rastin e PCOS ka një lokalizim pak më karakteristik që është në pjesën e poshtme, në pjesën e nofullës, në pjesën e kraharorit dhe të shpinës. Po jo detyrimisht është kështu. Prandaj është gjithmonë e rëndësishme që ne kur kemi të bëjmë me një pacient me akne, ta ekzaminojmë dhe ta analizojmë në detaje, jo vetëm të japim një krem, një larës, një hidratant,
por duhet si fillim të shikojmë edhe çrregullime të ndryshme që mund të ketë, çrregullime të ciklit. Mund të diagnostikojmë një sindrom të ovarit polikistik, mund të ketë çrregullime të tiroides patjetër. Ndonjëherë edhe anemia, duke bërë lëkurën më të prisha të barierën e lëkurës dhe duke tentuar shpesh pacientët për të rikuperuar sa më shpejt, ata shkojnë dhe përdorin shumë produkte njëkohësisht. Gjitha këto produkte njëkohësisht, përveç se mund të japin pastaj irritime, dermatite alergjike, mund të predispozojnë edhe aknen. A ka ndonjë analizë specifike që kërkohet? Se për shembull, unë e lidh me pacientët që kanë PCOS dhe vinë duan të bëjnë lazerin e epilimit dhe thonë, a duhet patjetër që unë të bëj analizat hormonale, kur vjen puna tek shëndeti i lëkurës dhe ju dyshoni që mund të ketë një problematik hormonale ose një problem tjetër që i ka shkaktuar këtë akne. A ka analiza specifike që kërkohen? Po, në rastin të mbështetur diagnozën? Po, sigurisht që po. Sigurisht që ne thellohemi gjithmonë dhe jemi gjithmonë në bashkëpunim me mjekun ginekolog në këto raste. Ne kërkojmë një sër analizash, kërkojmë një eko ginekologjike dhe në qoftë se në ekon ginekologjike vëren pastaj edhe kritere të caktuara, jo vetëm ovar polikistik, po sigurisht edhe hirsutizëm, akne, hiperinsulinemi, pra janë disa faktorë për të vënë këtë sindrom, ne thellohemi pastaj më shumë akoma edhe me analiza hormonale të caktuara për të parë nivelin e këtyre hormoneve dhe për të ndërhyrë në nivelin e dur, sepse ka disa trajtime që ne japim për aknen. 3 shtyllat kryesore kryesisht janë antibiotikët sistemik, janë kontraceptivët dhe izotretinoina, por asnjë nga këto mjekime nuk mund të jepet si karamele, rëndom, siç kemi parë të jepet, pa u thelluar dhe pa targetuar, le të themi, atë problemin bazë. Edhe pse akne në thelb ka disa mekanizma që janë të përfshirë, por në qoftë se kemi një problem të brendshëm, në qoftë se nuk stabilizojmë si fillim atë problem, ne do merremi vetëm me pasojat, dhe në qoftë se merremi vetëm me pasojat, përmirëstimi do jetë shumë i përkohshëm. Doktoresha, ju përmendët antibiotikët, rakutanin, kontraceptivët, po spironolaktoni, që është një nga medikamentet që po diskutohet dhe e shoh që jepet në skemat e mjekimit të akneve. Çfarë mendimi keni për atë? Gjithmonë kur është i nevojshëm dhe gjithmonë zakonisht spironolaktoni jepet në përgjithësi në kombinim me trajtime të tjera. Dhe kur është multifaktoriale akne, që në përgjithësi është, kuptohet që edhe kombinimi i trajtimeve është zgjedhja e dur në mënyrë që për të patur një rezultat sa më të shpejtë dhe sa më të kënaqshëm për pacientin dhe mbi të gjitha një rezultat që zgjat në kohë. Kështu që nuk është se jam kundër spironolaktonit, por në individ në të cilët rekomandohet edhe në individ që duhen ndjekur me patjetër në mënyrë të monitorohen me analiza laboratorike ngushtësisht sipas protokolleve të caktuara. Por që secili nga ato medikamente duhet që të informojnë pacientin që trajtimi i aknes, cilën do zgjedhje që ti të bësh si mjekim sistemik, janë trajtime që zgjasin. Prandaj është e rëndësishme mërziten shumë shpejt, mërziten shpejt, po është detyra jonë që ti edukojmë pacientët. Nuk vim për i kontroll, domethënë, e lëm për gjysmë atë trajtimin. Nuk ka zgjidhje të shpejtë. Në momentin që pacientin e sqaron që sa më shumë të nxitosh për të zgjidhur një problem, aq më shumë mund të rrezikosh për efekte anësore dhe t'ia shpjegosh pse, sigurisht që askush nuk do që të zgjasë mjekimi, por kur është e nevojshme, sepse nëse ata nuk i ndjekin protokollet e dura, atëherë do duhet që të përsërisin disa cikle trajtimi. Pra, u shkon shumë më gjatë në këtë mënyrë kur nuk janë korrekt sesa kur janë korrekt me trajtimin. Dhe duhet të edukohen me patjetër që këto mjekime sigurisht që nuk janë karamele, kanë dhe efekte anësore dhe duhet që të paraqiten çdo 1 muaj apo çdo 2 muaj për të kryer dhe analiza laboratorike në mënyrë që ne të evidentojmë nëse vëmëren ndonjë dëmtim qoftë të veshkave, qoftë të heparit, qoftë i ndyrnave në gjak. Në rastin e gjinisë femërore patjetër që duhet bëjnë edhe teste shtatzanie, ndonjëherë mund të kombinohen për shembull izotretinoina me kontraceptivët. Pra hyn në një program, jashtë shtetit ka programe të caktuara në të cilët futen, edhe ne mundohemi që të përshtatemi me këto, pra të kemi një database të pacientit. Por nuk është dhe aq e vështirë, për fat të mirë gjithmonë më shumë po edukohen, për sa kohë këta pacientë që nga mjeku, për sa kohë janë me mjekim sistemik, jemi të qetë edhe të sigurt. Nëse pastaj këto këshilla i marrin nga rrjetet sociale, do kalojmë edhe aty. Aty pastaj është një çik më shumë problem. Çfarë ndodh kur zgjedhim produktet e gabuara ose ndjekim këshillën e gabuar? Cili ka qenë rasti që ti e veçon që pacienti të ka ardhur i dëmtuar nga vetë mjekimi ose nga ndjekja e një këshille të gabuar? Rasti më i vështirë, edhe që jam ndier më keq gjatë gjithë këtyre viteve, ka qenë një rast i një vajze diku te 26 vjeç në mos gaboj, që ka qenë muajin e 7 të shtatzanisë
Dhe kishte 2 vite që merrte izotretinoin. Dhe vazhdonte merrte. Dhe vazhdonte pinte edhe gjatë shtatzanisë sepse personi që e ndiqte nuk e kishte informuar që gjatë kohës që je nën mjekim me izotretinoin dhe pak muaj pas ndërpret mjekimin ti nuk duhet që të ngelesh shtatzan. Dhe ka qenë një situatë shumë e vështirë për gjithë ne si kolegë, po sepse është shumë e vështirë, është një vendim që izotretinoina e dim që është një medikament shumë teratogjen. Pra jep goxha malformime te bebi. Për ju që nuk e kuptoni, izotretinoina nuk duhet të ngeleni shtatzan kur e pini nga goja, sepse mund të shkaktoj dëmtime tek fetusi dhe te bebi, deformime goxha të rënda tek bebi. Dhe ishte një situatë vërtet shumë e vështirë sepse ajo ishte psikologjikisht shumë e rënduar, askush nga ne nuk mund t'i thoshte që mbaje bebin apo ndërprite shtatzanin dhe sot e kësaj dite unë nuk e di çfarë ka bërë. Ka qenë mendojnë në rastet më të rënda që jam ndier më keq. Rastet të tjera të zakonshme, patjetër që janë irritimet e lëkurës, dermatitet alergjike, shpërtimet e akneve, se edhe kur përdor shumë produkte aktive dhe ti e than shumë lëkurën, i çon një sinjal lëkurës që të prodhojë më shumë yndyrë. Si mekanizëm mbrojtës, kuptohet pastaj ajo bllokon poret, krijon ato komedonet që transformohen në akne më vonë. Rastet të tjera të vështira janë rastet kur mendojnë se trajtojnë njolla në lëkurë, por në fakt është kanceri i lëkurës. Dhe pasi përdor pafund produkte të ndryshme, qoftë dhëna nga mjek, qoftë nga mjek popullor, apo nga informacioni që marrin në rrjetet sociale dhe trajtime shumë nëpër klinika të ndryshme, pastaj vinë në një fazë që dhe kanceri i lëkurës ka përparuar, edhe ndërhyrja kirurgjikale jo se është e pamundur, sigurisht që ka zgjidhje, por deformimet pastaj estetike dhe cicatricet janë më. Kam pas një paciente, ajo ishte diku tek 60 ca vjeç, erdhi për thjesht një peeling për t'i dhënë pak rigjallëri lëkurës. Dhe unë, ndërkohë që po i pastroja fytyrën, i vura re disa informacione që nuk më pëlqyeja në lëkurë. Dhe i thash, Jone, nuk do bëjmë asgjë sot dhe ti do shkosh të vizitohesh te dermatologu. Si përfundim kishte karcinom bazoqelizore. Por normalisht që unë nuk vë dot diagnozë, as nuk mund ta tremb pacientin sepse duhet parë në dermatoskop dhe të gjitha këto. Por po, nuk janë të rralla. Janë shumë të dhe janë shtuar. Shumë. Edhe melanom në kokë, do të thënë, thjesht nga ardhja që vin të bëjnë një PRP, kemi zbuluar. Mbaj mend dhe ti më ke treguar një rast për një paciente që të ka ardhur për një skin booster, ndërkohë disa raste në fakt. Më ka vrarë pak gripi i pantallonave. Okej, ta shoh, jo po sot jam gati, jo ta tregoj ditë tjetër, jo e shohim, jo nuk e shohim, ngula këmbë dhe pastaj çfarë të shifja. E kuptoni se sa e rëndësishme është që ju të shkoni tek mjeku, sepse vetëm qoftë dermatolog ose një mjek i përgjithshëm, sërish është mjeku, ai ka bërë një shkollim të caktuar dhe kupton kur diçka nuk shkon me lëkurën. Të paktën ti je në një pikë që mund të referoj diku, pra të shkosh te specialisti dhe të janë diagnoza që vërtet shpëtojnë jetë nëse trajtohen në hapat e para. Nuk do lodhemi kur duke përmendur kujdesin edhe kontrollin për lëkurën, të paktën një herë në vit. Në vit. Prej pandemisë, doktoresha rolin kryesor edukues për kujdesin ndaj lëkurës e morën influencerat. Për shkak edhe të rrjeteve sociale, TikToku, Instagrami, deri diku kjo është një gjë shumë e mirë, sepse një person ndan pasionin e vet për kujdesin e lëkurës në internet, ndan eksperiencën e vet, tregon një produkt që i ka funksionuar për tipin e vet të lëkurës, dhe deri diku ndihmon dhe në ndërgjegjësim të popullatës për të kujdesur për veten. Por problemi, të paktën për mua, nisi në këtë fenomen të madh kur influencerat filluan të sugjeronin rutina për kujdesin e lëkurës. Pra morën një rol që në mendimin tim nuk u takon për kujdesjen e lëkurës të personave të tjerë, pa pasur një formim të caktuar mjekësor, farmaceutik, estetik, diçka të kishe një bazë, të thjesht kishe një pasion. Kemi parë lëkura që është dëmtuar bariera, kemi parë pacientë që janë vetë mjekuar, unë kam pasur raste një pacienti që vetë mjekoi me izotretinoin sepse influenceri atij e preferuar përdorte fiksa të dozë dhe i kishte thënë që mund ta përdorte dhe ai dhe i kishte marrë dhe pa recet, futemi në një
vorbull, pastaj gabimesh në nivele të ndryshme. Edhe problemesh, po cili është dëmtimi që ne shohim kryesisht që na vjen nga përdorimi i rutinës të gabuar, si përgjigjet lëkura me një produkt specifik të gabuar, dëmtimin e barierës, si ta kuptojmë. Ne e trajtuam pak dhe në episodin e parë, po unë sot dua ta dëgjoj dhe nga një dermatologe këtë. Ajo që shohim më shpesh ne janë dermatitet alergjike të kontaktit. Kjo edhe nga fakti që kanë tendencën të përdorin shumë produkte, një rutinë me shumë hapa në kujdesin e lëkurës së tyre që nuk është fare e nevojshme, nuk e pse, nëse ti ke produktet e duhura për tipin e lëkurës që ti ke. Këto janë shumë të zakonshme. Irritimet, zhveshjet e lëkurës, djegje, tharje, entje, edem të lëkurës, të fytyrës, ndodh shpesh, sidomos nga produktet aktive, retinoli, acide të ndryshme që përdorin, akne shumë shpesh, nga skincare, madje ka përveç se influencers dhe tiktokers, ka edhe estetiste që kanë teorira që në mos e laj fytyrën, dhe kemi parë kanë ardhur paciente që thotë e laj fytyrën vetëm kur futem në dush, për shembull, dhe ndërkohë të sjell një rutinë me produkte që kushtojnë në total, ajo rutina shkon mijëra euro, që jo vetëm që nuk po i bën mirë lëkurës tënde, por po i bën dëm. Këto janë ndër më të zakonshmet që shohim. Ajo që mua më shqetëson është fakti që këto influencers apo tiktokers në rrjetet sociale, përveç faktit që nuk kanë informacionin e dur dhe nuk dinë të edukojnë që ti duhet marrësh një linjë farmaceutike të testuar, të sigurt e të gjitha me radhë, dhe janë njësër përbërësish që ai mjeku që ta rekomandon një produkt të caktuar di se çfarë po t'i jep, di përbërësi, di që të përjashtoj ato që janë të gabuara, të dëmshme, toksike. Janë shumë probleme që unë shoh. Së pari po vendosin disa standarde bukurie shumë jo realiste dhe po krijon një lloj ankthi dhe mungese vetbesimi, sidomos pritshmëri shumë të larta, që nuk janë reale. Madje dhe ato videot kur i bën me filtra, nuk ka realisht lëkura ashtu që nuk ka glass skin. Glass skin nuk ka. Jo, nuk ka, absolutisht. Ose edhe nëse ka, ata janë sensitiv, janë lëkure shumë sensitive, kanë problematika të tjera. Po dhe duke përdorur Roacutan ata, për shembull, ato që janë ka bërë ky krem. Dhe ato që janë perfekte në dukje, sigurisht që kanë një mirëmbajtje dhe ato, domethënë kanë zgjedhur produktet e duhura për të patur atë lëkurë që kanë. Një problem tjetër që mua më shqetëson është fakti që po targetohen nëpërmjet këtij lloji marketingu, nuk po targetohen më 30 vjeçaret, po targetohen gocat e vogla, 8 vjeç, 10 vjeç, që janë shumë të lehta për tu manipuluar, për t'i shitur shumë produkte. Dhe i shef në radhë duke mbajt radhën në Sephora. Më fal, çfarë i duhet një fëmijë të mbaj radhën për të bler produkte make-upi? Një krem hidratues. Përdor acid salicilik, ka video në TikTok që thot një fëmijë, një vajzë e vogël që thot unë përdor acidin salicilik darkave. Dhe të jetë mendim se si duhet ta acidi salicilik, ti duhet të dish që duhet të vësh një krem dielli edhe aq. Sepse janë edhe shpenzim kohe, kosto ekonomike dhe rrezikon shëndetin. Dhe të mos harrojmë faktin që shumë nga këto produkte që nuk janë të testuara nga ana dermatologjike kanë dhe përbërës në përmbajtjen e tyre që shkaktojnë disbalanca hormonale. Dhe në një fëmijë të vogël, këto pastaj e dim që mund të kenë pasoja shumë të rënda, qoftë më vonë për riprodhimin, për kancera të ndryshëm e të tjerë. Pra janë shumë probleme që unë shoh në këtë pikpamje. Nuk të kushton asnjë gjë, sot është shumë e lehtë, ashtu sikur se e kontakton apo shef një influencer, mund të kontaktosh shumë kollaj edhe një mjek dermatolog në rrjetet sociale, dhe për fat të mirë e them me shumë krenari, të paktën në vendin ton, të gjitha kolegët e mia janë shumë të disponueshme për të të ndihmuar në mënyra të ndryshme. Dhe nuk është fare e vështirë të jesh në kontakt me një mjek dermatolog, të paktën të mos gabosh. Pastaj secili bën zgjedhjet e veta. Ma doktoresha, nëse ka diçka që ne bijem shumë dakord me influencerat, është përdorimi i rregullt i kremit të diellit. Megjithatë, sidomos këtë vitin e fundit ka pasur një sulm aq të madh kundrejt përdorimit të kremit të diellit, sepse është cilësuar si kancerogjen nga disa njerëz që janë ignorant në këtë fushë. Kështu që ta shpjegojmë pak më tepër këtë pjesë. Dhe ne që na është dashur një kohë aq i gjatë që njerëzit i edukojmë, dhe vin disa video në TikTok, e hedhin poshtë dhe i trembin, dhe ka patur goxha ndikim, me thënë të drejtën. Domethënë është një temë të cilën luhet shumë kollaj me psikologjinë e njerëzve. Duhet të kenë të qartë të gjithë që përdorimi i kremit të diellit parandalon
zhvillimin e kancerit të lëkurës. Pra, është një nga armët më të forta që ne kemi në parandalimin e kancerit të lëkurës dhe ka në treg produkte shumë të mira, shumë cilësore, shumë safe, sidomos kremrat e diellit me spektër të gjerë, me filtra fizik që konsiderohen ndër më të sigurtit dhe nuk ka asnjë gjë për të bërë panik apo për të sulmuar përdorimin e kremit të diellit. Në qoftë se ju shkoni dhe ekspozoheni në rezatimin diellor pa vendosur krem dielli, lëkura digjet dhe çdo dëm që bëhet akumulohet në lëkurë, pra ngelet në kujtesën e lëkurës dhe lëkura gjithë këtë sulm që ne i bëjmë ta kthen mbrapsht në formën e disa dëmtimeve kronike, ku në rastin më të mirë janë njollat dhe rrudhat, dhe në rastin më të keq është kanceri i lëkurës. Pra, nëse ne peshojmë përfitimet dhe rrisjet, sigurisht që përfitimet janë shumë të larta të përdorimit të kremit të diellit. Por edhe disa filtra që janë cilësuar si balancues të hormoneve janë hequr tashmë nga përdorimi. Si oksibenzone, avobenzone, pra këto nuk përdoren më. Prandaj është e rëndësishme që ju të konsultoheni me një specialist dhe me një mjek i cili të rekomandon produktin e duhur për tipin e lëkurës që ke dhe që është sa më safe për ty, në mënyrë që në fund të ditës të gjithë kemi për qëllim që ne të ruajmë shëndetin. Pra, përdoreni kremin e diellit çdo 2 orë, sidomos nëse jeni të ekspozuar gjatë gjithë kohës në diell, edhe diçka që doja të përmendja për kremin e diellit. Pacientët që janë me melazma, dëmtimi që u vjen nga ekspozimi vazhdueshëm nga drita blu e kompjuterit. Sepse ne trajtojmë pacient me melazma, edhe unë edhe ti. Dhe unë e vërej që pacientët të cilët punojnë përpara kompjuterit janë më të vështirë dhe më sfidues për të trajtuar, sepse ata nuk e mbrojnë lëkurën përpara qëndrimit në kompjuter, siç do ishin duke e mbrojtur në diell. Dhe unë gjithmonë i them që duhet ta trajtoni dritën e kompjuterit dhe të laptopit si të ishte rezatimi diellit. Çfarë mendimi ke për këtë? Sepse njerëzit mendojnë që vetëm kur shkojnë me pushime në plazh duhet të mbrohen. Rezatimi diellor të kap të dëmton edhe gjatë kohës që je në shtëpi nga dritaret, edhe nga dritarja e makinës, pavarësisht se ato kanë filtra, rezatimet nga ekranet, nga laptopi, nga kompjuteri, nga telefoni, patjetër. Dhe duket këto profesionistët, për shembull IT në përgjithësi apo të profesione të ndryshme nëpër banka që janë gjithkohës duke punuar para ekraneve, kanë më shumë probleme, kanë probleme me njollat më shumë, kanë lëkurë më sensitive, më shumë kapilar dhe rrafët e syve gjithmonë i kanë më të shprehur, pra duan një kujdes më të veçantë. Po përveç kësaj duhen edukuar që edhe të përdorin serume dhe kremra hidratante, të cilët kanë disa ingrediente caktuar që e forcojnë barierën e lëkurës. A preferon edhe trajtimet estetike me patjetër që janë një plus. A preferon më shumë kremrat e diellit me ngjyrë apo pa ngjyrë? Në rastin e melazmës preferoj kremrat e diellit me ngjyrë, sepse ato kanë disa nanogrimca, të cilat ndihmojnë më shumë se sa kremrat pa ngjyrë. Kjo është e vërtetuar edhe me studime, megjithatë teknologjia tani ka përparuar aq shumë sa të gjitha këto nanogrimcat arrin që të filtrojnë një përqindje më të lartë të rezatimit diellor. Qoftë në formën e rezatimit kimik që e përthithin dhe e përpunojnë, qoftë në formën e mbrojtjes fizike, të cilat shërbejnë si një mbrojtje dhe reflektojnë e kthejnë mbrapsht rezatimin diellor. Por gjithsesi, sido që të jetë, e rëndësishme është që çdo individ të zgjedhë një krem dielli të përshtatshëm me tipin e lëkurës që ka me spektër të gjerë, UVA, UVB, dhe pastaj filtri është në varësi edhe të preferencave personale edhe të stinës. Se kuptohet filtrat kimik përthithen një çik më mirë në lëkurë, ato fizikët lënë një stres pak më të bardhë, po prap me teksturat e reja që kanë dalë nuk ka më diferencë. E rëndësishme është që ta përdorin edhe të mbrohen. Po dhe kur përmendëm kremin e diellit me ngjyrë, duhet ta theksojmë krem dielli me ngjyrë, jo fondatint me SPF. Me SPF 10 apo 15, jo. Krem dielli me ngjyrë dhe këto kremrat e reja të diellit me ngjyrë që kanë dalë kanë edhe një efekt mbulues, le të themi të lehtë në të moderuar, që as nuk ke nevojë të vendosësh make-up, dhe duhet të kem parasysh dhe faktin që vendosja e make-upit mbi SPF e ul nivelin e mbrojtjes së kremit me SPF. Pra kremi dielli duhet të jetë gjithmonë i fundit. Po, në kontakt me lëkurën. Nga ana tjetër, diçka që unë kam vëre është që të gjithë përveç influencerave, të gjithë në Shqipëri u zgjuan një ditë dhe vendosën të quhen mjek. Të vetë shpallen mjek, qoftë për dermatologji, qoftë për mjekësi estetike, kirurgji estetike, dhe është bërë shumë e vështirë sot, mendoj, për njerëzit të dallojnë profesionistin. Ne të dyja e dim pak a shumë se si mund të dallohet
profesionisti, por një pacient i joni, a ka diçka që duhet të kërkoj kur shkon te mjeku, diçka që t'i referohet, një organizate ku mund të kërkoj për ne, kush jemi, a jemi të licencuar apo jo, a duhet kemi ndonjë diplom të varur në mur, a ka diçka që ne mund t'i udhëzojmë pacientët që si të zgjedhin mjekun e vet, kujt t'i besojnë në mënyrë të sigurt? Kudo në gjithë botën mjeku është edhe fat. Mund të duhet të provosh disa mjek për të patur një rezultat të kënaqshëm që ti do, ndonjëherë që herën e parë ke fatin dhe një mjek shumë profesionist edhe të mirë. Sa i përket se si ta dallosh në momentin që të hyn në një klinik, në çdo biznes, në çdo klinik mjekësore, është e detyrueshme që ti të kesh të varur licencën, diplomën, të gjitha këto. Ne kemi dhe urdhrin e mjekut. Dermatolog, kemi urdhrin e mjekut, janë disa struktura, por mund të pyesësh informacioni sot nuk mungon. Ajo që mua më bën përshtypje shumë është që shoh disa individ që nuk e di nëse janë edhe mjek apo jo, po nuk të dalin në llogarit me moshën, sepse nuk ka ardhur akoma dita që mjekësia të bëhet në 1 apo 2 vite. Mjekësia e përgjithshme dhe specializimi janë shumë vite. Janë minimalisht 10 vite mjekësie e përgjithshme, specializim. Ju keni bërë 6 vite mjekësi të përgjithshme, edhe unë, më pas ju keni bërë 4 vite. Ndonjëherë të duhet të presësh që të hapen specializime siç kam pritur unë. Dhe pastaj të bësh edhe pas këtyre dhe sa e sa të tjera. Dhe prap asnjëra nga mjeket profesioniste që janë qoftë të mjeket përgjithshme, kirurge, plastike, dermatologe, prap stepemi. Ka shumë raste që mendohemi 2 herë për të dhënë një diagnozë apo për të folur me siguri. Nuk është hobi. Okej, nëse ti je një profesionist, sigurisht edhe hobi, por nuk është se zgjohesh një ditë të bukur edhe u bëre mjek. Nuk bëhesh aq kollaj, realisht nuk bëhesh aq kollaj. Mirë do ishte, po nuk bëhesh aq kollaj. Pra do ishte mirë që ju të verifikoni licencat, diplomat që ne varim në mur, dhe gjithashtu ne kemi urdhrin e mjekut, sepse ndonjëherë pacientët më pyesin, doktoresha, po si ta gjej unë, ku ta di unë se çfarë ishte filan person, kur unë i them, jo, nuk është mjeke, jo, nuk është e specializuar për këtë gjë. Kemi urdhrin e mjekut dhe aty mund të na kërkoni secilin nga ne që ka kryer studimet për mjekësi, dhe kjo mendoj se është edhe një farë deri diku sigurie për trajtimin që ju do të merrni. Po edhe ne mes mjekësh, domethënë ne i njohim njëri tjetrin dhe nëse një pacient e njeh ty dhe kërkon një shërbim që ti për specialitetit që ke nuk e ofron, ti ta referosh te një koleg që ofron atë shërbim dhe ana sjelltas. Dhe për më tepër jemi suport për njëri tjetrin në raste problemesh, efekte shansore të ndryshme, komplikacione që mund të na ndodhin, dhe gjithmonë një mjek e rëndësishme është që të ditë të dalë zot në rastin e një problemi apo komplikacione. Ne madje edhe bëjmë dhe trajnime vetëm për komplikacione. Po. Dhe prap kemi frikë. Shumë frikë. Sigurisht, frika duhet të jetë. Kush nuk ka, mendoj se bën diçka gabim. Nëse nuk ekziston fare ajo frika se mund ta dëmtosh. Po sa më pak të dish, aq më pak frike. Po, e vërtet. Shpresoj që ky episod ju ketë ndihmuar. Lëkura është organi më i madh i trupit ton, ndaj kujdesin e saj duhet t'ia besoni gjithmonë profesionistëve. Dhe kujdesi fillon në momentin që ju kërkoni ndihmën e duhur. E mbyllim këtë episodin sot me doktoresh Dorinën. Të falenderoj shumë që ishe me mua sot. Dhe shpresoj që të gjithë ju që na keni dëgjuar të keni përfituar sa më shumë. Bashk do të shihemi në episodin e radhës ku do të flasim për shenjat e akneve. Mirupafshim!